Si e, a je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë se vjen në Reload. Faleminderit. Sot kohën pak me shi të zëmt, po... Qa me bo? Pjeshta, po e shtymë. Këtë keni atmosferën shumë atë mirë se jashtë, Po, kështë e që... vërtet. Kështë që nga me kalu më mirë. Vërtet, nuk e brejmë. Ju e keni organizu për herë të parë kampionatin e Kosovës për artet mikse marciale. Hajde se është dikush që po na shikon e nështëta nuk e din. Cilat sport e bojnë pjesë që to artet mikse marciale? MMA ose artet mikse marciale është që që dhe emri kombinim me gjitha më pare artet marciale, po në praktik kryesisht dominon mundja, kickboxi edhe jiu-jitsu. Edhe paka shumë këto janë artet marciale cilat shprehen ma shumë kur vinë të kampionatet. Në Kosovë ka pas kickbox mati, mundje ka pas shumë mati, tashti nuk ka shumë. Edhe jiu-jitsu është një sport i ri që ka shtu edhe ka mundësu më kriju klubet edhe kushtet të përfshi edhe atletet e përgatitur për me mujtë me realizu këtë kampionat se vjetë për jetë parë. Organizu për jetë parë kampionati, qysh ju erdhë ideja me organizu edhe a patë pjesëmarrës? Po. Ideja është e ka hershme, me thonë drejtën, na jena fonë sa shumë mëdhej MMA, ka vite, me thonë personalisht, prej 2013 ashtu kam fillu me shqyqu seriozisht se pa debutu Ilir Latifi, Kosovari i parë, praktikisht në UFC, edhe ta është që është koincidenta se vllai i tij është edhe kryetari i federatës tash, edhe ka pas ndikim ajo paraqitje e tij në UFC, edhe prej atëherë kemi fillu me u mundu në për klube me shti edhe arte tjera marciale që mi përgadit garus, mirë po na ka vy shumë kohë, na ka vy neve më përgadit fillimisht, unë kom fillu në ushtri, mas nej edhe mundësi tjera ku ku mujtë për me ushtru ma shumë këtë Brazilian Jiu-Jitsu, se nuk ka pasë në Kosovë, edhe tash këto vitet e fundit kemi arrit me kriju disa kuadra, edhe pat garus, i kena pas për mi 50 garus, ka qenë nga Kosova dhe Shqipëria. Unë personalisht kom prit që pak të në shpresoj isha mu bo 20. Edhe gjithë që kam i 20 ka qenë sukses për mu, kështë që 50 i ka t'i kalu pritit e mija dhe ka qenë shumë mirë. Që shkon mosha? A shkon me mosha me pesh kategoria që ndohet e njerëzve, qunave? Quna, edhe goca, edhe se goca s'këna pas të ndohen edhe me mosha edhe me pesha. Mundëm në kampionatet tona mundëm me fillu me garu prej moshës 11 vjeç. Mirë po, këtë vit kemi pas matrit garu si kemi pas moshës 14 vjeç, edhe ka pas prej 14 vjeç deri në moshën 30 vjeç nëse s'ga bëj ka qenë më i vjetri. Është kampionat amater, kështu që edhe me pesha ndohen normalisht, sepse dallimin pesha mund me sill rrezik më të madh te garust, edhe prioritet për neve ka qenë edhe siguria e atletëve që mos me leju me pas dome të panevojshme. Qysh ka fillu kampionati deri në përfundim? A u zgjedh dikush fitus i komplet kampionatit? A ju ka dashur të fitusit me e mund se cilin prej pjesëmarrësve? A jo, domosdoshmërisht që shkojnë rregullat? Para shumë është që ajo ideja, vetë se tash për secilën kategori ka pas kampion. Edhe praktikisht që ai fitusi një kategori është dashur një krejt. Edhe ka pas kategori që kanë qenë 10 atlet, edhe ai për me marrë vendin e parë është dashur mi bo 4 ndeshje. 4 fitore brenda një nate. Normal nuk është e lehtë, se janë 3 runda me kanë 3 minuta edhe natyra e sportit është shumë e lodhshme, se sidomos kjo pjesa në Tokyo, grappling të lodh shumë edhe me arrit me majtë qatë nivel në këtë mosh ka shtrej dhe me këtë përvoj që nuk është shumë e madhe, se cilëve ka qenë impresive dhe në kanë lënë shumë përshtypje pozitive çfarë niveli kanë kallëzu garus tonë. A e patët yllin e kampionatit? A ke dikush një personazh që ju ka surprizu krejve? Se gjithmonë është dikush që nështë e merr atë shajnin, atë rrezatimin. Ka pas disa, po me shumë kënaqësi e ndaj që ka qenë njëri prej nxënësave të mi, Ermal Berisha, që është zgjedhur edhe garusi i kampionatit. Ermali 2 ndeshje që i ka fitu me KO, ose me TKO me ndërprerje të referit, ose knockout, që me thonë ma gjerë. Nuk më ka befasu performanca tina, se Ermali është jashtëzakonshëm. Ai është sportist gjithë jetën, ka luajtur futboll, është marrë pastaj edhe me vallëzim. Ku ka fillu, shumë mirë ka performuar, edhe në MMA ka shkëlqy. Edhe kësaj here ka pas qëllim me fitu kampionatin në Kosovë, se ka fitu në Shqipëri, ka fitu në Malzi, edhe nuk ka pas mundësi ma herë me garu në Kosovë. Ta është gara i këto, edhe së shpejt i kena gara dhe tjera me të, dhe shpresoj që shumë shpejt ka me kalu edhe nivelin profesional, edhe besoj që krej kanë me dëgju për Ermalin.
Puna e garuzve, nështë ka po besoj në Kosovë shumë persona, se unë e di se sa shumë shikohet MMA si sport, po ma ndej kur vjen puna me qenë të pjesë aty, jo nuk më ljanë kë, jo nuk më ljanë aj, gjithmonë ka problematika të këta garuz, ose nështë nuk ka heq përkrahje prej rrethit, prej kërkujt edhe e ljanë. Pse ndodhë që kjo me? Zakonisht me artet marciale është gjithmonë... është problem kompleks, po disa për arsyet që kësha mujtë mi cekë në është që halo prej shumë njerëzve shihet gëgja si sport tabu, se plot njerëz i referohen se për rejhen kafaz. Ata është para mendom i thonë prindve tu, për shke më rejhen kafaz, të nglën dyqysh si kur diçka shumë e rrezikshme, si diçka në për filma, ato rejhen për druma. Po dhe me njerë i konsiderosh agresiv në shpe. Pikresht. Për prind është me vështirë me pranu, edhe për ashtu publikun e gjerë që nuk e shumë informum për MMA, është pak ma vështirë me pranu edhe me pasi aktivitet normal që shkanirin, fitness ose crossfit ose diçka tjetër. Edhe pse, kjo është në farë mënyre ironike, se për shembull boksi, kickboxi që janë shumë më të pranueshme, lëndimet serioze, kur them lëndime serioze, kam fjalën për dëmtimin tru, kanë më shumë se MMA. Për shkak se në ato sporte gjithmonë targeti ose coku është koka, goditjet në kokë, ndërsa në MMA ka dhe submissions, ose atë ndalet ndërprejet se është edhe më dorëzu kundërshtarin ose ndërprejnë referit që zakonisht këto lëndime janë pak më të lehta dhe janë më afat shkurta se lëndimet që më marr dikush në kry. Hajde Kevin. Masi në këto të tema e fatkesive, apo mdoket në këtë sportet me nënshkru kontrat për çka do që ndodhë nuk merr përgjegjësia, po diçka ngjashme dhe apatet jo si kontrata. Po kena pas si kontrata në këtë sport, se çdo aktivitet me rrezikshmëri dohet më nënshkru kontrata tilla. Është rrezik i kalkulum deri dikon, çdo profesion, çdo aktivitet deri dikon e ka një rrezik, dikon më shumë, dikon më pak. Na jemi siguruar që me pas kontrata si për atletët e rritur që i kanë nënshkru vetë, po edhe ata që kanë qenë nën moshë, jemi siguruar që prindët e tyre ose kujdestarët ligjor me pas kontratat që me pas mbulimin ka aspekti ligjor. Normalisht ajo njëna për aty në klauzola ka qenë edhe ajo që ju mundin me parapo që janë disa rreziqe edhe që federata i bën gjithçka që mundet për më siguru shëndetit tyne, mirë po është një element, një pjesë që nuk mundin me ta garantua as federata as kërkosh, që po kemi bërë ata të nevojshëm. E krejt rritë që na shohin neve për shembull që dojnë me u bë pjesë e federatës dhe këtyre kampionateve, se po besoj se keni me lënë me kampionatin e parë, keni me vazhdu, qysh mujnë me u bë pjesë? Lajmi mirë është që përkundër qysh para 3 vite nashta në Kosovë me dashme ushtojnë me nej, është dashme janis vetë, ne kanë të kësyrë video në YouTube, sot ka klube në Prizren, në Gjakov, në Gjilan, Podujev, Prishtin, janë 2 ose 3, në Pej, dhe me thonë, krejt Kosovën janë hapë klube. Disa bëjtyne janë më të njoftë, disa më pak, po me gjitha bashkëpunojmë dhe gjitha kanë një nivel caktum që mundën me ndihmu njerëzve me marrë pjesë. Ka interesim shumë të madhë. Qytetërisht dje, kur fillum klasën e poshtë që keni numër jashtëzakonisht më i madh me njëherë prej kampionatit, edhe mendoj që ka qenë pjesë e arsyes edhe fakti që njerëzit nuk e kanë ditë për ekzistencën e këtyre klubeve më herët. Po edhe ata faktorë social që i përmendët ndikojnë që njerëzit pak me hezitu, po besoj që ka me kalu me kohë edhe kjo, sa të informohen njerëzit. Vjen karakteri fort, kur e menon është ta ma mirë është pasi problematika sociale, që kur është karakteri stoik, i fort edhe nuk shkon bashkë çdo person me bo këtë sport. Isha pajtu me ty, menoj që ata njerëzit që vendosin mu paraqit, dohet me pas paka shumë në disa trajtat karakterit që ja u lejojnë mas pare aty në me bu diçka tre, se shumë njerëz hezitojnë me ndërru rutinën e tyne me bu diçka krejt jashtë komfort zonës tyne, po që është edhe më rëndësishme lypet një lloj karakterit veçantë për me qëndru. Se që kjo menoj që është andi që na pengon shumë a shumë se sa ajo që e provojnë njerëzit, se ka shumë njerëzit, prej kej njerëzit që këna fillu, kur ja kum nisë në me ushtru MMA tamam, sot jena 2. Krejt tjerë të kanë lonë, është me qindra këna fillu, i këna taku gjatë rrugës për ndërprejen, edhe kjo mungesa disiplinës sa fat gjatë është ma shqetësuese nashta se ajo që njerëzit nuk e provojnë. Lypet një lloj karakterit, po e mira është që ky sport edhe ndërton çat lloj karakterit, vetë do me pas durimin për me duru, fillimi sidomos është shumë i vështirë se
janë krejt më të forcët edhe sartë që ka ishë në shtërimet rejnë. Edhe të zhvon këgja i forë në karakter për me mujtë me te kalu qatë fazë dhe më bote mas nej bullizusi. E që kjo puna temperamentit të kna, shqiptartë, sa të pengonin që disiplinën që të vynë për MMA? Për mbëlqenjë shumë pyetjet e tua. Mendoj që ndikon shpesh shumë negativisht. Na i njohëm rastet, shqiptarët që kanë arritë shumë në artë marciale, po nuk i njohëm rastet e qindra mira atyne që e kanë provu, se kanë menu që vetë se janë më të fortit në botë, kanë shku ato dhe i ka rrejt dikush, i ka rrejt një teenager 16 vjetë dhe ja u ka shem këtë realitet, dhe mësane e ka posë shumë problem, mu që me shku apet në gjemë, veç kanë thonë, edhe s'po merra me këtë farë sporti pa lidhje, se ma letë është qashtë me te i kalu që ato se sa me shku deri sa ti të bosh që si fort, mësë me përjetu më që të sen. Po dhe sa i qelë problemet me egon e vetë, ma mirë e lenë krejt punën. Egoja ma dhe mund me konë kurth në këto sporte. Po edhe ata njerëzit që arrinë maja të kësajna, zakonisht edhe ata kanë ego shumë madhe. Po e vërtet që ka shumë emrat më dhajnë botë që e vërtetojnë shumë mirë këtë fakt. Kush është një vend në botë që është numër 1 për MMA? MMA statistikisht më kësyrë mas shumë diko kampiona prej Amerike, masë edhe historikisht ka si një numër jashtëzakonisht i madh për Brazilit, që është pak një farë anomalie, se nuk njoh Brazili kur më herët për artë marciale, po kjo i atribuohet mas shumë të sportit të Brazilian Jiu-Jitsu, që ata e kanë një farë mënyrë e kanë zbulu dhe ju ka dhënë një avantazh tepër shumë të madh ndaj krejt tjerëve derisa edhe tjerët e kanë mësuar ato, se është sport shumë efektiv që nëse dikush nuk den, nuk e njeh çat sport, është shumë e lehtë për ty me fitu ndaj atij personi. Për dallim prej boksit që edhe dikush që s'den hiç, më të rrok një herë, kesa dhe rrezon Jiu-Jitsu nuk mundesh me fitu nëse s'den. Edhe ata një kohë të gatë kanë dominu, hala ka shumë emra të mëdhej për Brazilit, kampion aktuale të kalum, edhe disa për figurave në histori që njihen se Anderson Silva e tjerë, mirë po ka tash ka fillu edhe Europa, ka vende si Dagestani që është pjesë e Rusisë, vend i vogël, pak më i madh se Kosova, nashta që prodhon kampiona si Fabrik vitet të fundit, si Habibi, Islami e tjerë që edhe shumë tjerë që se njohëm heq që kanë me bo shumë emër, se kanë propovi tepër të fortë të mundjes, që e përmena më herët është një për bazave kryesore të MMA. Interesant, sport interesant, kampionat interesant, pjesëmarrja pat, se e përmenda më herët që ka pas Kosovë kem qef. Unë të pak të njëm rrit me burrat e me djem jetën tem tu dasht me këqyrë, edhe nëse nuk e shikoni një ndeshje, kreti këte insyt ma ndej ka ndeshja. Ka pas shumë. Me ndërlidh me këtë rastin, presidenti UFC se thot një forës, për di që me i thonë, shumë mirë, thot, fighting, nëse rrahjet janë sporti më popularizu në botë, se ti më nëshme shku kur janë të lujtë Reali me Barcelonën, këtë yjet e këtë botës në që ato, dhe nëse dy vetat si një kërkush kapën më rej, këtë i këshirin, ata kërkush i këshirin. E vërtet, e marim vëmendje. Po edhe ato ka pas shumë njerët, ka pas për këtë qytetë në Kosovë, ka pas, klubi maj mirë zjetë për Ferizajit, masën e ka pas shumë garus për Podujevës, për Prishtinës. Prej Prishtinës do në me thonë me kërku publikisht për Prishtinës që mund gjallë pak se për këndër që veni maj madhë në Kosovë, kom jo proporcionalisht mjaftueshëm garus në sportin e MMA-t, edhe pse jetoj tashti në Prishtinë, kom prit ma shumë, po garus kryesor që a i kena në klub nuk jenë me priorët për Prishtinës, gjithsesi shpresojna që ka me ndryshu kësan. Nështa buhën të gjallë. Nështa në gjallë. Në orë në emri i madhë, ose cili emër është ma i madhë në këtë sport, si pas të i krejtë akorave, edhe nëse vazhdojnë këtë turnir mu mbojt, a mundet nështa më bëha dhe me emra tjerë kështu? Po me nëni gjitha kora shqiptarë, ja, botror, po du me ditë. Gjitha kora botror me një jenë 2-3 vetas që më nëshmi përmenë, është qaj Anderson Silva që përmena, Habib Nurmagomedov, masënej GSP, John Jones. Conor McGregor menoj që ka bo për sportin aj, krej këta bashkë nuk kam bo, po sa i përket aftësive tinaj luftarake menoj që qysh edhe u dëshmu, se ka pas disa humbje, ka matë mirë se aj. Ka matë mirë se aj. Po, amo ka qenë tepër karizmatik edhe jashtë zakonisht një numër tepër në madhë njerëzve që zëtë një ka ndëgju për MMA është për shkak tine. Shumë e vërtet se, po, është karakteri personit që e ka boja, e ka lëshu një fjallë, e cila u bo ma ndej senzacion edhe pa tjetër me ditë se që ka bën kjo individ që e tha këtë fjallë. Po du mi ditë planet e ardhshme të federatës së juj.
Jena inkuraju tepër shumë prej këtij eventi, se pritet nuk e kena pas shumë lloja, shqetësejka, se është hera parë, edhe kena dashur me menaxhu prishmëritë që mos më zhgënjym masanej, po i ka tejkalu tepër shumë prishmëritë tona kampionati edhe na ka dhënë kurajo me guxum me planifiku shumë evente tjera. Synimi është që dikon fillimi çereku i parë i vitit të ardhshëm, dikon shkurt i marsi, me bëu edhe një event kësaj radhe me qenë pak më i madh në kuptimin e edhe të hapësirës ku kena me pas, se nuk ka pas mjaftu shumë vend kësa here. Jemi konë të AMC Hall, dikon 400 spektatori kena planifiku me pas, po ka pas shumë ma shumë si qas. Edhe në YouTube ka pas vjeshmërit madhe, kështë që tash përsunojmë një salë matë madhe, edhe me pas garus për krejt Balkanit. Menej që edhe elementi masanaj pak i rivalitetit mes shteteve ka mjashtu hala ma shumë qefi njerëzve për me pa, edhe po besojna që këna me pas mesafer edhe shikus për i vendeve të Balkanit që menoj që është njona pej rrugëve që mëndet më në ndihmu neve si rajon komplet me jesë për para në këtë sport, se vetën jena se cila shumë të vogla për me mujt me pas mjaftu shumë njerëzve për me mujt mikalit, se në fundit ta pa u rejnë me zvete, pa bogara, e kam problem me u bogati për nivellet botërore. Kështu që menoj që qaj e kam në planifiku, kështu që po, dikon shkurti marë si videtarë shumë besoj kena me dalë me një event halo më të mirë se këtë. Faleminderit që ke qenë Reload sa shumë. Edhe një pyetje e kom shpejt, mosha ma e vogël që e keni në federatio? Kem pjesëtar që ushtrojnë moshave dhe 19 vjetë. Në klub na pranojnë atë moshave dhe ma të reja, përderisa e shohëm se kanë ambicie për me marë pjesën këtë sport, nuk kemi limitime shumë ashtu. Edhe për ka vjetërsia, në onën tjetër. Po, edhe nëse ka ma shumë vjetë, s'ka që del koha, ose s'ka pensionim. Unë tash i kam 34, kom fillu fund 20-ave, ashtu më marë seriozisht, edhe hala kom mundësi me praktikua, përderisa i rëju e t'i gati. A ta bëj pyetje, kështu so kam interesant fund. Hajde. Se unë për veti për folje, a tutën ata që hinë aty në kafaz? Atë ka ndodhë nërë me tonë e njoni për në zonë sa nështë ta, po tutëna me i. Krej tutën, edhe këtë të mos të atrit, më dhemëshën se u zverdën, krej ta se me i. Po, që aja është, nuk është ata se hinë që nuk tutën, veç e te i kalojnë tutën, krej tutën. Edhe dalimin e bënë, që aja se sa arrin me më poshtë ato dhe më kalëzu ma të forë. Po dhe janë emocionet përgjithësis, është diçka për herë të parë, është jënë të ki audiencë, gjithë shka tjetër. Faleminderit shumë që ke qenë Reload. Shpresoj që kemi mu pa në kampionatin tjetër. Jemi të mirë se orën prej tash. Faleminderit. Kemi me fjallën. Hajde Reg, hajde kone.